Mirdita të dashur miq, shikues dhe dëgjues të librave të mi. Këtë radhë në orën letrare do të lexoj fragmente nga romani voluminos Unaza e Diamant. Fatkeqësisht nuk ka kopje në libraritë e Shqipërisë. Është botuar në vitin 2015. Megjithatë, ata që mund ta dëshirojnë mund ta porositin në Amazon, i cili e shtyp dhe e shpërndan sipas porosive të lexuesve. Shirat e vjeshtës koçare duke sikur i komandon një dorë e padukshme, fshehur aty diku në zemër të Moravës, pasi i shpërndan në qindra rëkera brinjve të gurë të saj, i shpeton furishëm shpatullave kodrinore për t'i lëshuar pastaj me një vrullo i vare pjerësive gati vertikale të rrugisave me kaldrem nguror. Ajo çka mbetet më pas nga ky vërshim ujor i baltuar, i lihet në dorë krijesës njerëzore për ta komandarur. Posa fillon të shfaqet dielli vjeshtor, mëhallat e qullura e të baltuara fillojnë të heqin pislekun plehror me një fshirje e pastrim gati festiv nga gjyshet, gratë, çupat e nuset e Korçës. Fill pas kësaj kozmetike gjigande efemerore, ato rrugica të ngjajnë si gjerdan në gurësh të çmuar që hieshojnë gjoksin e qytetit korçar. Lere pasaj atë pamje parajsore që dhe Zotin e ka zilepsur me siguri me shfaqjen para portave të shtëpive të vajzave korçare, që si shtojzavallet e përallave të ulura në sofatin e gurtë që ndisin magjishëm ëndrrën për princin sykartër. E kur kjo shtojzavalle del papritur nga përalla dhe ulet aty para shtëpisë lefterisë, edhe vetë Zoti s'ka si mos ngacmohet nga ky lloj synimi njerëzor i parajsës së tij. Por kur sheh sytë e saj me ngjyrën më maknise të jeshilës parajsore dhe po aq të krahasueshëm me këtë bukuri, çdo t'i parë të fytyrës së trupit, për një çast dëshiron të mos jetë më Zot, por nena e Dimitrës së bukur. Kur dëgjon aq lutshëm zerrin e shpirtit të saj, t'i drejtohet atij për ndihmë, e humb për një çast të ruan dhe le minja në punët e tjera të Perëndisë. Ah, sikur të ishe çdo lloj ndihme veç kësaj që po më kërkon, moj Dimitrulla ime, thot i brengosur ai, që me siguri xhexhdinte për fatin e princit të saj. Sa me kokën ulur, sa me strehën e kapelës poshtë ballit, as kuptoi kalimthi nga të njohurit që ishte Thomaj. Ndonse impononte vetes një ngadalësi ecjeje, afrimi pranë shtëpisë po ndodhte çuditërisht më shpejt se në ecjen e tij karakteristike të nxituar. Pse ma le mua këtë barë të rëndë, o Zot, ju duk sikur e tha me zë këtë ankesë dhe odhi syt përreth mos e dëgjoi ndonjë kalimtar. Përveç se zërit të shokut të posandar minuta më parë që s'po i ndaj si fantazmë, para 2 ditësh pushkatuam pandin me 2 të tjerë. Mos kërko më shumë, unë sikur s'të kam thënë gjë, kuptove? Diçka tjetër në lëvizje i duke sikur kish ndaluar në kokën e hapësirën e këtij qyteti. Po të dëgjonte thirrjen vajzërore pafundësisë qiellore, jo, më thua jo Zot që s'është e vërtetë, po të shikonte atë rjedhje të pafajshme lotësh asaj fytyre hynore, po aq të pafajshme, edhe vetë Satanai do harronte për një çast ligësinë e zanatit të tij. E megjithatë për Dimitrën, asnjë lloj fuqie qiellore nuk mund ta ndalte ta kthente në një ëndër të keqe gjemën e psuar në hisen e fatalitetit të saj toksor. Me të qarën që i vizharsonte frymëmarrjen, me hutim total në shikim e lëvizje, nxori nga së ndyku kutinë e një ëndre të posavrarë dhe mbështeti në prekën e saj. Kaloi për këdhelshëm gishta mbi kapakun e fildishtë, e afroi pranë gjoksit si e trembur, mos i armbeni nga dora, dhe vetëm kur dalloi mes lotëve shikimet e dhimbshme të mamas e vëllezërve, vendosi ta hapë. Një rezatim i thyer shumë ngjyrësh, i varseve, byzylykëve, vëthkave dhe unazave të florinta me gur të vegjël diamanti, u përzje me shkëlqimin e veçantë të syve dhe lotëve të Dimitras. Në atë çast po merre vesh nëse ajo po dilte nga një përallë e shkuar apo ishte duke lindur një përallë e re për të. Mori nga kutia vetëm unazën në formën e një kurore mbretërore zbukuruar me gur diamanti
zgjati gishtin si në çastin e ceremonisë martesore dhe humbi për një çast me zbardhësisë së fustanit nusëror. Ktheu fytyrën e lumturuar nga pandi dhe me buzët pak të hapura priste çastin e puthjes aq të vonuar. E llahtarisu nga pamja kafkore para syve, lëshoi e trembur ulërimën që alarmoi familjarët. Lefteria ndaloi në çast përpjekjen e duarve të bëra grusht dhe mërmëriti me dënesë e sipër: "Pu, o Zot, mos më pësoi gjëçupa." Mori kurajo dhe afroi me dëmshuri në gjoksin e saj, duke i folur me lutje e ledhatim: "Prememe, qetësoju shpirti mamas, mos bëj kështu se do sumuresh. Je e re dhe i ke jetën përpara. Ai iku tani dhe më nuk kthehet." Kështu pas ka qenë e shkrojtur të ndodhte. Kokullur dhe paguxuar ta shihnin motrën në sy, Vangjeli e Thomai u ngritën me njëherë, si të ishin marrë vesh me njëri tjetrin dhe dolën në oborin e shtëpisë. Kurioz për më shumë të dhëna, Vangjeli mundohej t'i dilte më në shtek të vllait, sikur të dinte më shumë, edhe Thomai do desh të shkarkojë nga ai shtrëngim mundus në gjoks. Për herë të parë zgjati një cigare Vangelit dhe po për herë të parë ky pranoi ta pinte nga Thomai. Aty brenda në dhomë, Dimitra, posa u shkëput nga kratë e lefterisë, kaloi ledhatueshëm gishtat në unazën e posavën dhe pasi rëmoi në rrobat e saj, zgjodhi më të zezat, duke hequr më njanë për t'i veshur. Ju falenderoj për vëmendjen. Do vazhdojmë herë tjetër me fragmente të tjera, janë shumë interesante dhe prekse. Ju uroj një ditë të bukur dhe të çlose. Shumë faleminderit.